Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adhibna fa anta alayna qadir. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. Allahu Gjeleshanu në një ajet kuranor në tregon duke në thënë wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Nëse doni ju t'i numëroni nimetet e Zotit, ju nuk do të mundi përmbledhni të gjithat. Andaj ne do të shohim të mirat, begatit, nimetet e Zotit që na ka dhënë neve dhe çfarë ne duhet të bëjmë në këtë drejtim, sepse gjithmonë çdo e mirë që vjen nga ana e Zotit duhet të mirë përdoret. Sepse gjithmonë të mirat kur keq përdoren, ato mund të humben. Gjithmonë i kërkojmë të mirat, por kur vim në to, që shtodi farfjale nuk ja dim pastaj atë kimetin e saj, atë vlerën e saj, dhe na mund të mos ja shohim hajrin pastaj e saj. Në këtë drejtim, Allahu Gjeleshanu përmes ajeteve kuranore dhe haditheve dhe dietarëve, do të thonë që i kanë nxjerrë gjithë këto analiza, na kanë treguar se begatit, nimetet e Allahu Gjeleshanu për njeriu janë të mëdha. Andaj edhe ajeti kuranor thotë ju dhe nëse doni këto begati, këto nimete, që ti merrni ti numëroni, nuk do të mrrini sepse ato janë shumë. Andaj edhe kur flasim për ligjet e fesë islame, të cilat lejojnë ose urdhërojnë dhe të cilat ndalojnë, na gjejmë se pjesa më e madhe e gjërave në jetën tonë janë të lejuara. Dhe të ndaluarat në jetën tonë të përditshme janë shumë pak. Më thonë derisa disa dietarë kanë thonë, jeta jonë na rrethon me veprime, saqë lirisht mundemi me thonë 95% sendeve janë të lejuara, janë halal, janë porositura. Ndërsa një pjesë e vogël janë të ndaluara sepse aty ka dom dhe Allahu Gjeleshanu pra ka thonë alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum. Allah është ai i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën që të ju sprovon. Dhe në normal se sprovohemi me sende të cilat janë në mundësinë tonë. Se Allah në ka treguar se asnjëherë la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Asnjëherë njeriu nuk ngarkohet me diçka përveç se ai pra i përballon asaj, është e mundshme për to. Për të mirave të cilat ne do t'i shohim, për shembull e parë është e mira e krijimit tonë. Alhamdulillah, e sheh veten se je i krijuar mirë normal, se ki asnjë pengesë, nuk ke probleme. Normal janë koha dikur kur edhe Kurani neve na tregon se na jemi dikur fëmijë, jemi të dobët, pastaj rritemi, pastaj bëhemi të fortë, pastaj kontribojmë, dhe dikur fillon të kthehet përsëri ajo dobësia derisa të shkojmë te Zoti. Kjo është procesi i Zotit. Por atë nuk duhet të thojmë shpesh na e mallkojmë në një periudhë kohore. Fëmijët nuk e dojnë fëmijënin, se dojnë të rriten. Të rriturit nuk e dojnë ata pastaj, sepse kërkojnë të kthehen sikur kur ishin të ri ose fëmijë që ata kinë se ishin më të lirë. Kur i bojnë do vjetë plakemi edhe nuk e dojnë pleçninë, edhe shumë herë flasin, thojnë pleçnia keqe, ku di çfarë do të thonë, qoftë edhe në hajgare nuk ja vlen, se është periudhë kohore që e ka krijuar Zoti. Po tjetra, na kemi thonë disa herë ndoshta, koha e pleçnisë është koha që çdo një merrne, por është koha më e vlefshme për njeriu. Se është koha e cila ta ka dhënë mundësinë Zoti që të rregullohesh, të drejtohesh
të veprosh edhe ta bën përfundimin e mirë. Ajo është begati, nimet, kur ta ka dhonë Zoti me ardhë në të moshë. Nuk ka kërkush që ka jetu me 100 vjetë. Thame edhe një ditë, se Muhammed a.s. thot mesatarja i metit tim është 60-70. Edhe vetë Muhammed a.s. ndoshta nuk e ka, mos themi nuk e ka dëshiru kështu vdekjen, po kryesisht Gjibrili kur ka ardhur për shembull i ka kërku leje që a don me laçja vdekjes të ta merr shpirtin apo jo. Megjithëse Muhammed a.s. thot le turnon. Po megjithatë është periudhë kohore ose proces me cilin na do të kalojmë te Zoti. Edhe gjithmonë e thonë, njeriu kur vdes, dietarët kanë folur këtu. Dhe ai kur e gjen mirë te Zoti, me laçet e provokojnë, i thonë a do më kthite mas. Qoftë edhe i ri, e kalon grua, fëmijë, familje. Besoni që thot jo. Nëse e gjen mirë te Zoti thot jo. Nuk ka kthim. Mirë po e provokojnë, e lazdrojnë kështu të themi. Dhe a do më kthite mas. Thot jo. Thot po kellon familje, kellon ata. Thot e lut Zotin që edhe ata ta gjejnë kështu si unë. Por kthimin nuk thot po. Nuk thot po. Por atë se ajo që e kemi pas vdekjes tonë në mirësinë dhe në rahmetin pritjen e Zotit, ajo është e madhe. Nëse ti për shembull mendon me prit një musafir, që është sigurisht se bën diçka speciale, sepse është një musafir i mirë, i dashur. Edhe ne nëse pak angazhohemi dhe bëhemi të dashur te Zoti, atëherë mirëpritja te Allahu xhaleshanu është e madhe. Andaj mosha kjo e fundit është një moment, është begati, sepse përfundojnë detyrat e jetës tonë me nga me pasurohemi ose ku di çfarë. Ato pra përfundojnë, ti tash je i lirë. Dhe këtë mosh duhet shfryzohet plotësisht në raport mes njeriu dhe Zotit. Pra Muhamedi a.s. gjithmonë e ka përmend përfundimin e mirë. Dhe dietarët kanë thënë përfundimi i mirë është kur Zoti dikujt i jep leshni, edhe ai din me shfrytzu ato, drejtohet në to, edhe vdes me çato. Kjo është përfundimi i mirë që Zoti ja ka dashur dikujt. Andaj pra kështu është detyra njeriu që në metave begatina ka dhënë secilin periudhë kohore të cilën na e shfrytëzojmë në mënyrë të veçantë. Pastaj prej të mirave të tjera na që jemi është se na kemi lindur musliman. Kur kush se ka zgjedh, çka po do me lind? Këto merr në shumë seriozisht. Shumë është e rëndësishme. Shumë është e rëndësishme sepse kur kush se ka zgjedh, çka po do me lind? Kur kush nuk është pyet kur po do me lind? Ti ke lind shqiptar, ke lind musliman, dhe kjo është punë Zotit. A ke mujt me lind dikun na përbot? Po, qyshja, sikur që kanë lind ata atje, pse ke lind ti edhe unë? Pse Zoti ka kriju shpirta për neve, në ezel, në atë kohën e fillimi që ajo kohë i takon vetëm Zotit. Në moment kur ka kriju, në moment kur ka krijuar Zoti, shpirtrat e tonë dhe të vlatëve tonë, ne kemi lind dhe do të linden edhe vlatët tonë. Dhe ati çifti bashkëshortor që Zoti nuk i ka krijuar shpirtra për evlatët e tyre nuk do të kenë fëmijë. Se Allahu tregon se thot kujt dojmë japim vajza, kujt dojmë japim djem, kujt dojmë japim djem e vajza dhe kujt dojmë nuk i japim fare. Pra është punë Zotit. Është punë Allahu xhaleshanu. Andaj duhet ta kemi të dorëzuar këtë çështje, këtë pikë te Zoti i madhruar. Po ka dashur se të ka fal musliman. I zgjell. Ti nuk e ki problem tash me hulumtu fejen. Zoti të ka dashur, e ka ditë se ti do ta luash një rol. E ka ditë Zoti se ti do të japësh një kontribut.
edhe në ka falë musliman, edhe na nuk e kemi, elhamdulillah Zotit, atë problem që ta gjejmë fejen që të vdesim me fejen e fundit të pranuar, sepse Allah në Kur'an thot, inna dina inda Allahi l-Islam. Feja vetme te Allahu që është feja Islam. Pastaj thot, wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbal minhu. Dhe ai i cili thot kërkon jashtë e Islamit fe, ose vdes me jashtë e Islamit fe, nuk do t'i pranohet aty. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dhe në akhirat, ata do t'jenë prej të humbërve. Atër një falënderim i madh Allahu Xhaleshanu që na ka zgjedhur të lindim në fenë që e ka zgjedhur Zoti për njerëzimin të jetë feja e vetme e pranuar te Allahu Xhaleshanu. Pastaj e shohim se Allahu Xhaleshanu na ka mundsuar edhe një jetë normale. Na ka mundsuar jetën e relaksit. Na ka mundsuar jetën e të mirave. Na ka mundsuar jetën me cilën pra organizim familjar, pra ne do të kemi një jetë familjare, kemi një jetë shoqërore, kemi një jetë kolektive, pra një jetë e cila nuk na ka falë Zoti që na atë veprimin e jetës tonë ta zhvillojmë vetë. Përkundrazi, na ka bo pjesë e shoqërisë. Llogaritë një muj me jetutin këtë vend veç vetë. Asë një njeri së është heqë. E thonë 30 ditë kështu, sikur një adaptim në Ramazan. Çka do të bosh? Në Ramazan adaptohemi me punë të mira. Nëse ti s'takon asnjë njeri, beso që deri në fund smuhesh psikikisht. Se ajo heshtja, qetësia, vret. Por atë Allahu Xhaleshanu ka bu jetën kolektive, që ne ka thonë përshëndetunin me zveti, duajunin me zveti, busqeshnin me zveti, ndihmonin me zvete. Se kjo është relaks shpirtëror. Edhe mos ne fol me disa njerëz për shembull që i ki për rreth, vetëm se jo në ata ndihesh pak i sigurt, ndihesh pak më ndryshe, ndihesh pak pra më mirë. Po edhe sprovat kur në vinë jetë, ta dim se dhe këto e begati dhe nimet, e kemi theksu disa herë, sepse Allahu Xhaleshanu si pas dietarëve thot jep shpërblim për sprova, sa që nuk jep për gjërat e tjera. Edhe hadithit i kemi thot edhe sprova ma vogël, dytherë thot me të hingishtin që nuk të pengon pak, nuk të pengon këmë disa. Edhe për to Allahu Xhaleshanu thot ta llogarit si sprova dhe shpërblim. Derisa për to temperatura dhe gripe që neve na vin kemi hadith, el-humma, derisa vjen thot një temperaturë natës thot, dhe ai thot jam mbështet ato Zotit, mundohet mi boçare vetës ilaçet e tjera. Por Allahu Xhaleshanu për ato ndoshta ja pastron krejt ato gjunat e vogla. Pra nuk vjen rastësisht gjërat. Andaj sprova është punë e madhe kur ajo vjen dhe kur ne dimë menaxhu. Për atë hadithi Muhamedi alayhi salatu wassalam thot në kuptim të hadithit, çështja e muslimanit të gjithmonë është në hajër, në dobi. Sepse nëse i vinë të mirët atina, e falenderon Zotin dhe kjo i llogaritet për të mirët e Zotit. Po nëse ai sprovohet, ai bën sabër, i dorëzon çështjet e Zotit, angazhohet me lëvizjen e botit, diçka, edhe kjo thot te Allahu Xhaleshanu për to është e mirë. Pastaj prej të mirave, prej vlerësimeve të mëdha që Allahu Xhaleshanu ka parapa për neve, në çdo lëvizje edhe ma vogël e synit ton, ta ka llogarit shpërblim sevap. Për çdo punë vogël ta ka llogarit sevap, ti ka dhënë 10 sevape. Një buzëqeshje mi apo dikujt, hiç mos me fol, ta ka llogarit sadak me 10 sevape. Veç kur do ti për shembull në jetën tonë dhe mi bëu dorëndë, po e zom, ku do me hongër me dorën e djathtë, se është sunet, 10 sevape ki veç plus çka ke përdor në emër të sunetit. Po do me hinë xhami me kamën e djathtë, se është mirë. Atëherë këtu e ki një shpërblim special. Do mi vesh veshjet e mia me anën e djathtë, kamën e djathtë, dorën e djathtë, tu ka diçka special. Du me pi ujë me dorën e djathtë, ta me dorën e djathtë, bëj bismillah, thom elhamdulillah. Gjërat të cilat ke krejt janë klasike në jetën tonë.
po edhe punën tonë të përditshme. Kur japim zeqat ditë, ajo është farz i Zotit. I japim vitrët, është obligim. Kur japim sadaka, ka sevap shumë. Po dhe kur blejmë harç të shtëpia me hangër dhe pi, ajo është sadake dy fisht. Ajo është sadake dy fisht. Para gjithmonë njeriu kur blen, duhet me bëhat niyetin me mendje, o Zot, konsideroma këtë sadakë që po blej të shtëpia. Bënë mendje. Blejnë të shtëpia, gjërat, sendet, harxhin e shtëpisë, me ushqim, me hangër, që është nevojë. Zoti bile këtu ka mundësi me të llogarit disa sevape. Për kujdesi familjar, shpenzimet, t'i gëzosh antarët e familjes, ta mbash lumturinë, nëse dim edhe këto nijetet qysh i kanë bërë sahabët dhe kanë qenë tregtar të nijeteve. Për një punë kanë bërë shumë nijete. Për një punë i kanë fitu shumë sevape. Ju kejtë keni bërë njetë në arë me falë gjumon, apo? Okej, në rreth, mirë është. Sahabët nuk e kanë lënë me që kaqë. Kanë thonë me bëjnë jetë të në mende. E ka vendosë me shumë me falë gjumon. E ka vendosë të du qkoj në të gjumon ka ligjerat të ndëgjoj. Aty ka thot falet namaz, ta korrigjoj alhamdulillahin mas imamit. Aty thot takoj me njerëz, ti fitoj do sevape duke i përshëndetur njerëzit. Ti fitoj disa shpërblime duke i buzëqeshur atyne. Ta shoh nëse ka ndonjë nevojë, nëse ka ndonjë dobi aty, unë do ta veproj, do ta bëj. Pra, kështu i kam bënë jetët për një punë. Llogaritë, kjo është tregtia te Allahu xhaleshanu dhe përfitimi për shumë një jetë. Andaj mundohu gjithmonë që ta zgjerosh veprimtarinë e nijeteve, qoftë edhe për një punë të vetme. Allahu xhaleshanu prej të mirave të tij neve na ka lënë prej krejt krijesave si njerëz udhëheqës të gjithësisë. Na ka lënë të dalluar nga gjitha krijesat me logjik dhe mendje dhe bukuri dhe pamje dhe gjithçka. Dhe gjithçka që ka krijuar për neve. Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an min. Allah thot gjithçka që ekziston ka krijuar për juve, për njerëzit. Dhe mjafton këtu me kuptu se sa Allahu pra njeriu ka të khalaqna l'insan fi ahsani taqwim, e ka dalluar janë krijesë më të mirë se çdo krijesë tjetër. I ka dhënë mundësinë e menaxhimit të tokës nga të gjitha krijesat e tjera, të cilat pra Zoti i ka krijuar dhe krijesat e tjera, por neve na ka ndalluar nga të tjera. Pastaj edhe vetë vdekja që e thamë në fillim, është rahmet, është mëshirë, sepse shkojmë në mëshirën e Zotit. Dhe thamë se ku do ta gjejmë atë mirë që ne po mendojmë dhe po shpresojmë dhe po angazhohemi sa po mundemi dhe po e lusim Zotin që ta gjejmë aq më lehtë dhe më mirë, edhe vdekja është një mëshirë, sepse normal nuk kemi dhimbje kur vdes njëri tjetër. Mirë po në fund a ka mbet dikush? Jo. Krejt kemi vdekje, krejt kanë vdekje. Edhe Muhammedit alayhi salatu wassalam në Kur'an i ka thënë Allah innaka mayyitun wa innahum mayyitun. O Muhammed, ti do të vdesësh, por edhe ata do të vdesin. Do më thonë s'ka për hershmëri. Andaj këtu neve pak më njëherë na zbut këtë dhimbje themi ose këtë mërzi të vdekjes, sepse është procesi i Zotit. Sikur që na ka kriju në këtë botë, Allahu xhaleshanu na merr në botën tjetër dhe na ka lënë mundësinë e kësaj bote për me përfitue botën tjetër. Edhe me angazhimet e dunjas që na i ka llogarit, çdo veprim na ka llogarit për saj, pra edhe sevap. Pastaj të gjitha këto të mira thamë se janë në shërbim të njeriut. Dhe kjo është ndoshta mirësia gjithë asaj se me ta llogarit edhe gjumi për shembull, shpërblim sevap, me ta llogarit edhe bukurhan, shpërblim sevap, që ne e llogarisim ndoshta kënaqësi e trupit dhe shpirtit ton, por nëse ti e ke fitu me anë të halalit, nëse ti e përdor në mënyrë të drejtë, pra
hanë me bismillah, hanë normali, respekton plus edhe rregulla e tjera, ka llogaritë se vallë. Gjumi nëse ti merr abdes i falë 2 recata, sa ma shumë 2, 4, 6, 8, i falë edhe flen me abdes, lexon diçka nga Kurani, dhikr e tjera, flen 5 orë, 6 orë, 7 orë, 8 orë sa flen, e tërat konsiderohet adhurim vullnetar, nafile. Gjumi konsiderohet ibadet. Pse? Sepse kur ke flej, ka përdor dietarë një lloj duaje, thot, nawaitu an ataqawwa li ta'atillahi rabbil alamin. Po vendosa që me këtë mendje, nuk ka nevojë këto goja me i. Vendosa përmes të gjumit përforcohem në jetën time ndaj Zotit dhe ndaj obligimeve të mia. Edhe ju kur keni qenë të vogël, edhe une shpesh i nishim të vjetrit, thoshin se me bën një jetë edhe gjumin, edhe na bëshmi hajgare, të shmi të bëjnë një jetë me ramet fletë. Ata e kishin ditë këto. Të bëjnë një jetë, dhe më thonë që me ketë një jetë të më llogaritë gjumi i ibadet. Të më llogaritë gjumi i ibadet. Për atë njerëzit kanë thonë, dallon gjumi për gjumit. Gjumi dikujt është ndoshta adhurimi i madh. Sepse ai derte ai gjum i ka zhvilluar të procedura që i thamë, ka marrë abdes, është falë, ka bë dhikr, ka lexu Kur'an, e ka bë llogarinë ditore që na shumë pak e bojmë, a shumë porosisi me bo. Me thonë, o Zot, sot çka kom bo? Veprimet e mia sot çto, atëherë do t'i vazhdoj, o Allah më pranoj inshallah. O Allah, nëse i kum hi dikujt hak, ma fal, ma bon halal. Po nëse të ka ndalë veprime negative, atëherë çka? Do të thosh, o Zot, më fal. Por edhe njerëzit do të kërkoj falje. Sepse nuk guxon muslimani me ra me fletë, se po çka nëse të zërdekje. Sa njeri ka ra me fletë, edhe nuk ju në shumë sa. Plot. Edhe mosha 3 bile plot. Atëherë çka? Le të bëhet një llogari se po futesh në një sistem të një veprimi ku shpirti ngritet te Zoti. Ekziston ajo reflektimi me shpirtin dhe trupin. Jo dini shumë mirë, se arqet zë gjumi, një melatja e merë shpirtin e qonë në ngrit në qiell. Del gjumi kthesh, ta kthem. Që ti me fletë rahat. Për atë dhe Allah në Koran ka tregu, thot, disa shpirta nuk kthehen fare hiç, ngriten edhe mbesin, atje nalë. Për atë na kemi nevojë që ti marrim parasysh këto dhe gjumi jonë të llogaritë një lidhje e veçantë me Zotin. Për atë kur e shpjegojmë, duhet muslimani me thonë shumë herë, la ilaha illallah ndite, minimum 100 herë. Ato merë në program, ndërto marrë është në meti musliman, ndër 100 herë ndite la ilaha illallah. Po kanë thonë, eshhedu en la ilaha illallah, këtë kur duhet me thonë? Ka thonë 3 momente. E para thot, kur jam me fletë. Se na dim se fjala më e vlefshme, para vdekjes me mujt, na, inshallah Zotin na mundson gjithve, me thonë, eshhedu en la ilaha illallah, dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij. Andaj thot fjala e fundit le të jetë kjo, që nëse flen, jenë mbrojtjen e Zotit. Po me ndodh, me shpirtit e Zotit me vdek, ke shkuve fjalën më të mirë edhe e ke përfituar maksimumin që ka duhet me përfituar. Momenti i dytë kur qohesh në sabah, është një lutje dua kur qohemi, por shumica se din thot bismillahirrahmanirrahim, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Përsëri lidhe sigurinë tënde me Zotin se ta kthej shpirtin të dha mundësinë që ti sot me vazhdo jetën. Dhe pika e tretë, momenti i tretë thot, shahadetin me thonë mas çdo gabimi, thuaj astaghfirullah. Pastaj thuaj la ilaha illallah, por më fort me thonë ashhadu an la ilaha illallah. Se njeriu kur gabon, kur bën gjuna, imani i tij bjen, dobësohet. Andaj thot me istighfar nuk e lën gjunajin me shku te Zoti, me u shkrua që si mëkat, si gjuna. Ndërsa me shahadet e rikthen fuqinë e imanit të cilën e humbi pak më herët kur ky person boni gjuna dhe gabim qoftë, ndoshta mund të jetë edhe me qëllim. Pra, ne kemi pra nevojë që na të përfitojmë për gjitha këtyre
angazhimeve tona të cilat I bojnë. Raportet familjare veç, raporti pra, kemi një farfjale, thot nuk o hadith, po I kemi disa gjëra, thot, veç me këshirë to ka sevap, shikimin e qabe, shikimin e musaf, dhe shikimin e prindër, e vlet veç kur bon, shikimin kur e lishojnë babës nënës, nëse bon sebeb me I qu pak me kesh pak, me I lumturu e tjera, a di sa është kjo madhe? Dhe më thonë, raportet familjarët për diqme, neve na japin gjitha këto mundësi. Dhe krejt për fond, detyra jonë ndaj këtyne begative të mirave, të cilat tham janë pa fund, por ne përmundomi me folë shumë shkurt për to, pika parë djetarë kanë thonë, ndjeni, duhet I ndjeni ato shpirtërisht. Kjo e mirë e Zotit, pika parë falendore e Zotit. E dyta përdore mirë në halal. E dyta përdore për nevojat e tua pa I bo zullum dhe keq asnjëherë kërkujt. Ti jesh falenderues ndaj Zotit, që Zotit I ka dhënë të gjitha këto mundësi, edhe nëse je falenderues, atëherë të shtohen sevapet. Mundohu që le të jenë këto sebeb me të çunë xhenet. Sepse Allahu xhaleshanu Kur'an çka thot, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah." Fitoja ahiretin me çato mundësi që ti ka dhënë Zoti, me punë që je të punu, nëse punon me halal, me drejtësi, I ik haramit, I respekton këto gjërat, është ibadet edhe me çato shkon xhenet. Namazi është speciale diçka. Namazi është obligimi I gjithkujt, jo profesion I hoxhës edhe I babës plak, I babës haxhit. Si të falen të shtëpia këta, mjaftoj. Jo, absolutisht. Namazi është obligim për të gjithë. Ndërsa gjërat e tjera le të jenë sebeb, kjo pjesa e madhe e kohës që kjo neve me na çuë në xhenet. Pastaj mundohu të jesh njeri dobishëm. Dhe përmes këto ndihmoj dikujt, mësoje dikujt, tërhiqe dikujt. Ose kritiko filani, wow, çka ishte bo filani, I poshtri I keqi. Këtu u shoqërove pak me to. Pse çka duhet me bo pra? Duhet me shku me tërheq ato. Nëse ai I mungon namazi, hajde thoj falemi. Ose dhe tobe, ku shko këti që s'po falqe. Ose e bon një mëkat, mundoh me tërheq, mundoh me qenë I dobishëm, vetëm atëherë e ke lujti rolin tonë. Nëse tu ka përgjigj, e ke fitu sevapin të udhëzimit të ti. Nëse s'tu ka përgjigj, e ke kry misionin tonë, el emru bil ma'ruf, o el nehju anil munker, që ti e ke këshillu për të mirë, je mundue me ndal nga veprimi I keq, që të zhvillohet jeta të njerëzit normale dhe mënyrën më të mirë. Dhe mbi gjitha mundoni m'ja bo qefi njerëzit. Mos mundoni t'ja bojmë gjithkujt bajat. Prej punë më të maja që I do Zotit thotë është xhebrul khawatir. M'ja bo diku qefi pak. Në të mënyrën dhe më thanë, mi te I kalu gjërat, mundoni. Sot besonin Zotin, falni veç në gjysmë minutë. Sot po mundomi veç qysh t'ja boj bajat një tjetër. Mundohet t'jesh sebeb të I kaluj sendet, mundoh me bodi shka para ti që ai mundje I lumtur, që kjo është xhebrul khawatir, që Allahu e këtë punë e donë mësë shumë. Allahu në mundsoft që këto begatit Zotit na t'i kemi parasysh, pika parë jemi falënderues ndaj Zotit, e dyta t'i përdorim për të mirë në jetën tonë dhe të jemi të dobishëm edhe ndaj të tjerëve, sepse vetëm kështu rregullohet jeta më së miri dhe fitohet ahireti në mënyrën më të mirë të Zotit. Walhamdulillahi rabbil alamin.